Historia e fituesve të zgjedhjeve nacionale në Kosovë është interesante dhe e çuditshme. Kur shumë kush pritke që në votimet e para pas luftës të mbajtura me 2001 të fitonte PDK, e njohur atkoh si partia e dalë nga UÇK-ja, sikurse edhe AK, qytetarët vendosën ndryshe. Ata e preferuan LDK-n e Ibrahim Rrugovës, të cilës i dha një triumf mbindës ndaj Partisë Demokratike të Hashim Thaçit. Lidhja i fitoi edhe zgjedhjet e dyta nacionale që u mbajtën me 2004. Pra LDK e jo PDK e AK dominojnë në vend, në fazën e pas luftës dhe atë të administrimit ndërkombëtar. Megjithatë, koha e lulëzimit erdhi edhe për Partinë Demokratike. Ky subjekt fitoi për herë të parë në nivel vendi tek zgjedhjet e treta, që u mbajtën në nëntor të vitit 2007. E para doli edhe në votimet e radhës me 2010. LDK e as vetë vendosje nuk i bën rivalitet subjektit të Thaçit. As kur u votua me 2014 pasi PDK doli lidere. Kjo parti fitoi edhe në zgjedhjet e 2017-s, por kësaj radhe në koalicion me AK dhe Nisman. Duke qenë se ishte në qeverisje nga viti 2007 deri me 2019, PDK njihet si partia që dominoi fazën e shpalljes së pavarësisë dhe konsolidimit të shtetësisë së Kosovës. Pas votimeve të 2017-s, Kosova nuk pa më triumfues tjetër, pos vetëvendosjes. Lëvizja e Albin Kurtit i fitoi zgjedhjet e vitit 2019, me një rezultat prej pak mbi 50%, triumfoi edhe në ato të vitit 2021, duke qenë në koalicion me Vjosa Osmanin që paraprakisht ishe larguar nga LDK. Andise me një rënje prej 8%, vetëvendosje i fitoi edhe votimet e nënshkurtit 2025. Me shifra historike prej 51.11%, partia e Kurtit i dominoi edhe zgjedhjet e fundit nacionale në vend, që u mbajtën me 28 dhjetor 2025. Duke qenë se dy herë fitoi më shumë se gjysmën e votave, vetëvendosje njihet si partia që fitoi me rezultate rekorde.